sa po dolëm nga drejtoria policisë vendore Lezhë, erdhëm bëm një kallëzim për të përgënjështruar një lajm të rrem që ka dalë nga një media, kur në emrin tim dhe disa pjesë strukturave të Partisë Socialiste janë arrestuar për blerje votash. Ky është një lajm i rrem që është i orkestruar besoj nga Partia Demokratike për të prish gjithë punën e mirë që po bën Partia Socialiste në Kurbin. Kjo është shpifje dhe besoj që organet kompetente do marrin masa për këta media që përmendin emra njerëzish pa fakte, pa asgjë. Jam administrator i njësisë administrative Milad Dritan Preshi, pa shemi në portale dhe ishe pa besueshme me një gjithë komuniteti dhe gjithmonë me njerëzit dhe me komuniteti kam qenë gjithmonë transparent dhe kam marrë të përgënjeshtoj të lajm dhe të vazhdojnë strukturat e shtetit ta qetë deri në fund do ta ndjek deri në fund, deri në SPAK. Sapo erdha nga Tirana, marrë një shokë imi me tregon se të ka dalë emri thotë në një gazetë sikur ne jemi blerës votash. Kjo nuk qëndron, ne se kemi bërë këtë asnjëherë, jo kësaj radhe pas asnjëherë, por Partia Demokratike nga Afrika që do humbas, thellë në Kurbin, do të istifikoj humjen, edhe nuk ka asnjë lloj metode tjetër ta istifikojë dhe shpif akuzon që demek sikur në problem vota. Kjo nuk ka ndodhur ke Partia Socialiste asnjëherë, përveç ke Partia Demokratike. Ne s'jemi me ble vota, as ne nuk kemi asnjë lloj arsye me ble vota, sepse ne kemi elektoratin, ne kemi shumë gjëra që kemi bërë për Milotin e për Kurbinin dhe du ta dini edhe të pedes se sa ka bërë Partia Socialiste për Kurbinin nuk e ka bërë 20 vjet Partia Demokratike. Kështu që të rinë pa merak, ne s'do të ndodh asgjë, sepse s'kemi bërë asgjë në kundërshtim të ligjit dhe ne jemi fitues i këtyre zgjedhjeve. Në i bëj thirrje policisë të marrë masa për të vepër para ligjit ato njerëz që kanë shpif dhe kanë dashur të akuzojnë kryetarin e partisë bashkë me strukturat e saj sikur ne po bëjmë gjë të tillë. Ne jemi të qetë, nuk të remi me pras një sekundë, ne do vazhdojmë, nga ky moment do vazhdojmë përsëri punën nesër, të bëjmë qartë se ne jemi të tillë dhe të bëjmë qartë se ne do fitojmë dhe do të kemi kontakt me elektoratin tonë nga momenti në moment dhe t'ju tregojmë se këto gjëra janë vetëm thjesht shpifje dhe akuza. PD-ja gjithmonë me këto gjëra është marrë, por ne nuk na trem, ne jemi të fitues dhe ne do fitojmë.